Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë komentet rreth ngjarjeve më të fundit tashmë në jetën e artistëve shqiptar. Do dua të ndaloj të flas pak për Selin Bollatin. Selin natën e mbrëmshme ishte e ftuar speciale në Top Arena, e cila në fakt foli për suksesin e saj të jashtëzakonshëm që ka patur menjëherë pas përfundimit të reality show Big Brotherit, për zgjedhjen e saj si fituese të këtij edicioni dhe njëkohësisht për punët dhe kënaqësitë shpirtërore, do ta quaj, që Selin ka përjetuar menjëherë pas përfundimit të Big Brotherit. Ndryshe nga personazhet e tjerë që në fakt menjëherë u pozicionuan për pozicione të ndryshme, filluan që të marrin oferta të ndryshme, filluan që të sjellin projekte të ndryshme, Selin ka qenë pak më e heshtur. Do me thënë ka punuar më me këmbë në tokë. Njëherë ajo përzjodhi që të qetësoj veten nga ajo lufta e madhe që kaloi në Big Brother, sepse duhet ta citojmë që ka qenë një ndër personazhet më të goditura, sidomos nga Rogerti. Selina ka qenë, domethënë, në shënjestër. Selin Bollati pati momentin më të bukur, atë momentin që e ëndëronte të takon vllaun e saj, dhe më pas, më falni, babain e saj, dhe më pas Selin u pozicionua tek një ftesë e cila i erdhi nga Gimbo. Do me thënë, unë kam thënë gjithmonë që Gimbo, projektin e tij të parë, me patjetër që do ta sillen me Selin, sepse fanbase-i i tyre këtë gjë kërkon, dhe Selina dhe Gimbo, unë e shoh që kanë gjetur një gjuhë jashtëzakonisht të bukur dhe janë okay. Tani që çifti është perfekt dhe kalon shumë mirë dhe është për mashallah, Selina preki undën, prekim dhe ne se i marrim dhe mësysh, u duk nga fakti që Gimbo është gjithmonë në prapasken të Selinës. Gimbo tashmë po ndan pothuajse 24/7 kohën me Selinën, qëndron me Selinën, u thon me Selin, ikën nëpër intervista me Selin, shoqëron Selin. Do me thënë, është një besnik i bukur i rrugtimit të Selin. Kjo tregon që edhe familja e Gimbos gëzojnë një respekt të madh kundër drejt Selinës dhe e preferojnë, e pëlqejnë dhe e duartrokasin këtë dashuri që ky çift ka ndërtuar. Unë e kam thënë, Selina dhe Gimbo, do me thënë, gjithmonë kur unë kam bërë analizën time për këtë çiftin, e kam thënë që do t'jenë jetë gjatë dhe uroj të bëhen dhe me fëmijë, si çift flas, sepse janë shumë të përbashkët. Kanë natyrë të përbashkët, kanë kimi të përbashkët, kanë mendime të përbashkëta, janë shumë cute që të dy, dhe unë mendoj që Selina ka këtë natyrën brenda vetes, e ka këtë shpirtin, le ta themi, që di të jep energji pozitive, dhe realisht në botën ku ne jetojmë, në këtë botën që është e mbushur me shumë dinamika, me shumë energji negative, kemi shumë nevojë për njerëz të cilët na japin energji pozitive, për njerëz të cilët na japin buzëqeshje. Dhe realisht Selin e ka këtë sekretin brenda vetes, dhe mendoj që do t'jetë e bukur në qoftë se do ta mbështesim këtë dashuri. Për një dasëm të mundshme, Selina tha që njëherë këtë verë nuk e kemi në plan, me patjetër, sepse unë e kam thënë gjithmonë që Selin nuk do ta bëj dasmën derisa babain e saj nuk e ka pranë vetes. Nga informacione që kam arritur unë të marr, domethënë babai i Selinës akoma nuk është kthyer, vazhdon të jetë andej, por për një afat kohor rekord do të jetë pranë familjes së tij. Dhe kështu që, domethënë, do të presim nga çifti vetëm qetësi dhe lumturi. Për pjesën e punës së Selinës, se çfarë do të bën, presim, domethënë, një pjesëmarrje në Top Channel, mendoj që e meriton, sepse Selina ka një oratori jashtëzakonisht të zhvilluar, ka një qëndrim, është statike, skenike, domethënë, i ka shumë gjëra të bukura që realisht e plotsojnë për të qenë një moderatore tepër e suksesshme. Dhe mendoj që Top Channel nuk do ta humbë si rast që të mos e ketë Selinën në ekranin e tij televiziv. Por ajo që i ka, domethënë ajo që do t'i mbetet Selinës si torta e
profesionit të saj, do ta them, mendoj që do të jetë nga shtatorit, se zakonisht këto moderatorët që janë tepër të suksesshme, Top Channel i mban për një sezon të plot, me thënë nga shtatori deri në fund të majit. Kjo është mendimi im. Ndërsa për raportin me Gjestin, Selina tregoi që asnjëherë nuk janë ndjekur dhe ashtu siç kam thënë unë, do të thënë Gjesti nuk ka fol kur keq për Selina dhe nuk ka arsye pse Gjesti të ndjet keq, në qoftë se Gimbo vërtet e dashuron dikë.